I shpëtoi vdekjes për herë të dytë. Personi që shihni në këtë fotografi është Julian Sulo, rivali i Aldo Bares, ndaj të cilit këtë të martë ju bë një atentat i mirë organizuar. 45 vjeçari po lëvizte me automjet në afërsitë të spitalit të Lushnjës kur autorët i zënë prit dhe i qelluan me breshëri arme. Sipas informacioneve zyrtare nga uniformat blu, shënjestri i atentatit ka marrë plag në këmbë ndërsa ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Burime për ABC News konfirmojnë se 3 persona kanë qelluar në drejtim të 45 vjeçarit me precedent të theksuar kriminal. Vetëm pak minuta pas ngjarjes në fshatin Lifa u gjet një makinë e djegur dhe në brendësi të së cilës ishte edhe arma e përdorur në atentat. Julian Sula, i njohur ndryshe si Juli i Pashakos, është rivali i Aldo Bares, kreu të bandës së Lushnjës dhe që njihet si person me rrezikshmëri të lartë. Ai kishte vetëm 3 muaj që ishte liruar nga burgu pasi ishte arrestuar për kundërshtim të forcave të policisë. Në tetor të 2017, Sula u mor në pyetje si i dyshuar për përfshirje në atentatin që njihet ndryshe edhe si masakra e Lushnjës. Për këtë ngjarje janë dënuar me burg për jetë Anterio Kaloshi dhe Orges Bilbili, vendimi lënë në fuqi edhe nga gjykata e lartë në 21 nëntor të këtij viti. Shënjestra e këtij atentati ka qenë i arrestuar dhe për shkak se dyshohej se i përfshirë në atentatin ndaj nipit të Aldo Bares, por në mungesë provash u la i lirë. Më parë ndaj Julian Sulos është bërë dhe një tentativë për vrasje pasi ai është dënuar fizikisht me leva, duke pësuar dëmtime të shumta, por autorët e krimit nuk u zbardhën kurrë.